Të qeveria do të bijek duhet se cili prej subjekteve politike sepse ka shku më që aja ku. Aja ku ka qenë për 9 shkurt 2025. Aja rezultatet apo te qeveria, Partia Demokratike e Kosovës ka vendos dhe është opozit. Edhe është e përkushtuar me ndërtu alternative në së nesërmes, që është thash fjalin e por këtë. Sakt. Po du më nolë të standardet. Me që ko mirë mësë me bloku me jetë që po du më nolë të standardet. Me bo opozitët se duhet. E bone një paralelet standardeve të Albin Kurtit me Hashim Thoshin. Po. Drejtim të Shkupit, drejtim Tiranës, autostradat. Po. Shkollat gjithandej Kosovës. Këtu i kini tho para 28 dhjetorit, o zotit ta Jo, po s'janë relevante këtu. Po mirë se e bërë një akuz, drenori, e bërë një akuz. A mund të dëgjosh? Thej që ju jeni bërë me terminale. Jo, po presidentat kalumin, po pësa... Po dëshëja the ka bërë me terminale. Veç du të me procedurim tash. Unë vetëm po kërkoj tash, që ja dëgjosh kundër argumentit, se s'ke nevojë me shfaq mos durim ndaj argumentit. Qëto autostrada janë bokur ka pos standarde, ka pos vizion, ka pos përkushtim. Po e Gjavelina s'kini pas. Okej, qëto autostrada? S'kini pas armatim që kur gjaj përsu. Qëto autostrada? Po, dy zere janë armatim, janë autostrada. Kur je konë prezeren herën e fundit? Qa ka rëndësi kjo? Atë kujtuhet. Nuk është shumë gati që kam qenë dhe jam i lumtur me atë autostradë. Që ato rëshqitet dhev ka pak më bojnë nervaz, sepse... E që të më du mori? Po. Do më dhe që të autostrada që i ka marru Hashim Thoshi, standardet e këtis po mundën me mirë bojtë. Që 5 vjetë të kryeministër. Do më bëj pas ka po keqaj. Pa planifiket mirë. Që shmunët me rëshqit dheu, përse ka planifikuaj. Po që nuk rëshqit dheu. E, ba ta që shqiti argument për to, kam argument për këtë tjetër. Edhe tu, ka? Fatkeqësit natyrore ti po dëna? Ska pas fatkeqësit natyrore, ka pas treshuna normale, të cilat kanë rëshqit dheu, se su planifiku mirë. Letë mirë mbon, do të mirë mbojt. Kur je kom për herë të fundit në rrugë për Gjakov, për pej, pse s'pi përfundon që 5 vjet ato autostrada që 100 probleme për Jo, braja për një gjithë, po që 5 vjet, që 6 vjet për duke asë është bërtet. O, shumica e pora në ty normativozot e ta hirit, e di shumë mirë këtë punë. Prioritet i ju i kësoj qeverije, po qeverive në krejtë botën ka ndryshumë, nuk është autostrada. Ku jenë gjitha të shirë? Është ndërtonku, është kushtria, është siguria, nuk është me autostrada, sepse me autoblinë në pej Beogradit, në për autostradë, dejnë Prizrena njek, mos mi në ushtria jo në nudhe. Ushtrin që e ka themelu Hashim Thoshi. Edhe për ushtrin që ka themelu Hashim Thoshi. Po vlosën për standarde. Po vlosën për standarde. Po vlosën për standarde. Për standardet zgjedhjeve presidentit. Që të të nolum, që të tema. Që të tema, se që të pëtë morë. Që të pëtë morë. Që ta thashë që... Nëse kemi në defekt si lisa sërbe më rëgosht pjese... Qyshe ka zgjedhë Vjosa Osmanin 2021? Qyshe ka kontrabandu votat, kërë ka zgjedhë Vjosa Osmanin, presidente, 2021? Qfar kontrabanda ka bone nuk e kuptoj? A ka bone votat listës sërbe? Po, së derin qatë fasë, deri sa ka ndodhë Bansko, pjesë e këtyne. Edhe? Po kanë qëndru dhe deputet shqiptarë. Ka qëndru, po vlosën për standarde. Po pra. Kur vlosën për standarde, krahasi standarde. Pa i kalona i kujna i terminal. Kush kuj i kalon terminal? Kush ka morë terminal? Ish deputete. Cili? Ish deputete. Gjenife Mërure. Për çka? Për çka? Për me votu Hashim Thoshi president. Ku? Eksplicit. Lojnë po. Se dhe vazarina. Që që, jo. Më shumë të ato. Emra s'pam. Unë emra s'pam. Ish deputete ka qenë ato e di. Emrin e ish deputetit Arjani Lidnathët emrin e kandidatit për president. Edhe duhet me vërtetu që ka qenë, se nuk ka qenë rasja e për cilin po flet. Nuk ka pasur të bëjmë zhenë president. Jo, nuk u bëm, po... Po janë gjona që ka ndodhur. Ka një nivel deri ku shkon. Aludimi, ke parasysh. Zëri drenori, krejt këtë diskutim... Niveli nuk vjen nëse të flasi për fakti që ka ndodhur. Unë e pisashme Krejt diskutimi edhe... Unë jam i lumtur edhe... Sinqerisht po e thamë, se thash në fillim. Po ndihem i nderum falmë. Ndihem i nderum sot për një me, që kam nivel tillë për debat. Për një me, të falenderoj shumë që më ke ftu sot, sepse fundja fundit subjekteve politike njerëz
Këtë rasu shef i grupit parlamentar. Reformimi që po më Unë për veti, po ta thamë sinqerisht, kam simpati, sinqerisht si njeri, edhe si kuadro i ri, edhe jam i lumtur, sepse PDK-ja ka qenë shtëpia e parë politike. I mirë se Aloni edhe nesër. Besoj, Ruju, se po të një tjerë, të më të morë në qofë. Ruju, gëm. Po thamë, neve në qitë shëshni, na vynë subjekte politike që reformohen. PDK-ja reformohet, kjo shqyqër ka fillu edhe jam anë fond, LDK-ja bandi që është vjen zërë, sepse të reformohen që të subjekte politike, nuk ka më albin kur që i merë 51%. Asot rinë, që ata njerës që kanë prunë situatën dhe gjithon. A di ku shko nevoj më reformu sot? Unë u gëzova kur i po shamrat e juj, për i me u gëzova. Sot ka nevoj më reformu lëvizjave dëndusje. Halo, a di pse ju? Se po i fiton zgjedhjet për Arjan. Arjan drejtoha na me zotë Tahiri. Kur i fiton zgjedhjet në subjekt politike është okej. Ti po i thu Barcelonës, ti po i thu Barcelonës. Shumë ministra, shumë ish ministra. In raj pak. In raj. Me akt akuz. In raj. Me dëshime, po i kanë ndru, do i kanë ndru. Do i kanë ndru. Po kjo është shumë, do më thonë, se për një kryeministër, shumë ministra me i përfundu në afera serioze korruptive. Po i fitoj zgjedhjet, zotë Tahiri, i fitoj. Diçka sot, kur nuk është diçka në rregull, nuk i fiton zgjedhjet. Ki drejtë kjo pjesë. Dikur, kam drejtë, po çto është pjesa, sepse Barcelona kur është të fitu atë ligën edhe kampion ligën